Pini ujë teksa jeni duke ngrënë. Zbuloni çfarë ndodh me trupin tuaj pas këtij veprimi. Disa thonë se nuk është e shëndetshme të pish ujë ndërsa je duke ngrënë. Të tjerë thonë se praktikimi i kësaj të shëndosh, ndërsa disa ekspertë shpjegojnë se uji hollon aciditetin në stomak. Ne do ju tregojmë më shumë në këtë video se pirja e ujit gjatë vaktit është një zakon i mirë apo një zakon i keq. Procesi i tretjes fillon saktësisht kur po mendoni për vaktin tuaj të ardhshëm, përshtyma prodhohet në gojë. Kur përtypni ushqim me përzierje me përshtym që përmban enzimat të nevojshme për tretjen, pastaj ushqimi zbutet, futet në stomak ku përzihet me acidet e stomakut. Mesatarisht stomakut i duhen 4 orë për të tretur ushqimin përpara se të shndrohet në lëng ose kym. Kymi shkon mëtej në zor ku jep të gjitha lëndët ushqyese të trupit. Ekspertët tregojnë se ndërsa jeni duke ngrënë dhe konsumoni sasi të mëdha të ujit, atëherë do ta bëni më të vështirë këtë proces dhe mund të ndikojë në fryrje.